Është fundjavë dhe megjithëse koha është e freskët dhe me erë të vrushme, banorët e Durrësit nuk e harrojnë plazhin e Currileve, i cili është mbushur me pushues të shumtë që në orët e para të ditës. Currilet duken në kamerat e televizionit si plazhet elitare të botës së zhvilluar që reklamojnë çdo ditë agjensitë turistike. Të vjetët dhe të rit nuk ndahen nga ujët e freskëta të kësaj zone. Ky plazh mbetet gjithnjë simbolika e Durrësit, me një det plot shkëmbinj, peshë dhe thellësi plot objekte arkeologjike të veçanta dhe anije të periudhave të hershme, të eksploruara me pasion nga giganti eksploratorë durrësak, Thoma Berberi, konstruktori batiskafit të famshëm Rinia, i cili këtu ka kaluar pjesën më të madhe të rinisë së tij dhe nuk ju nda këtyre brigjeve deri në ndarjen nga jeta. Ky vend mbetet plazhi tradicional i qytetit të vjetër, që frekuentohej besnikërisht nga banorët e Durrësit. Kjo edhe sepse ishte shumë afër lagjeve të vjetra të qytetit dhe nuk kishte nevojë për komunikacion. Currilet mbeten në kujtesën e çdo brezi, si zona plot gjelbërim, bregdet të virgjër dhe ujëra të pastra. Edhe sot e kësaj dite, Currilet përbëjnë simbolin e identitetit dhe të nostalgjisë së durrësakëve.